Çfarë po ndodh në Partinë Socialiste me 8 vjet e 3 mandate, duke i si një super pushtet, po sikur ajo po ju fundos. Dhe ka disa zëra kundër, zonja Koçeku u largua, zonja Spiropali është kundër, zoti Braçe bën kritika. Tani çfarë po ndodh në PS? Jeni grush bashkuar rreth partisë? Tani apo rreth kryetarit? Apo edhe aty ka filluar zëra, sikur ka disa deputet me shumë potencë që janë kundër zotit Rama? Tani zonjën Koçeku dua ta përjashtoj. Pse? Nga përgjigja që do t'jap, sepse dua të mendoj ose dua t'ja lë mungesës së përvojës politike, eksperiencës politike. Po të parë në Shkodër, po duhet ta kishte përnder. Po mirë, po çlidhe ka 25 vjeçë të para Shkodrës. Do duhet ta konsideronte nderin e jetës që të kryesonte listën e një qarku si Shkodra. Habitshme është. Mua s'më është dhënë kjo mundësi kur i kam hyrë politikës, se do ta kisha shumë për nder. Nëse ti kishe një background fort, kishe prokurorin. Do ta kisha shumë për nder të kryesosha listën e qarkut Dibrës. Por kam hyrë t'jap kontribut në 2009 i 4-ti në listën e qarkut Dibrës, duke lënë profesionin tim për t'u bashkuar kauzave të Edi Ramës në 2009 në opozit Partisë Socialiste. E ke filluar në opozit. Zonja Koçeku me sa duket nuk e konsideroi nder jete të kryesoj listën e qarkut. Po si mund ta vesh pa kontribute e vendos parë në listën tani? Nuk është gabim? Po sepse Edi Rama e deklaroi në 2025-ën vizionin e tij për një parti socialiste që gjeneron vetveten në mandatin e saj të katërt. Gjeneron edhe shoqëri. Dhe nuk është vetëm zonja Koçeku që përfaqëson një gjenerat deputetësh dhe politikanë të Partinë Socialiste. Kush është tjetër? Në mos gaboj, nga grupi jon për 83 mandatësh, 53 janë të rinj, ëh? 53 janë të rinj. Janë të rinj. Dhe nuk është e vetmja. Dhe unë kam qenë pro kësaj ide dhe këtij vizionit të Edi Ramës. Çdo i ri dhe e re që ka dëshirë të merret me politikë meriton një mundësi. Dhe kjo është vlerë e Partisë Socialiste për hir të vërtetës. Qofse partitë e tjera tradicionale kanë ngelur aty ku kanë qenë para 20-30 viteve, Partia Socialiste në 2026 dhe grupi i saj parlamentar ka 53 deputet dhe deputete të rinj. Tani si është grupi parlamentar i Partisë Socialiste? Me thënë të drejtën, unë e konsideroj një grup parlamentar që debatojmë mes vetës. Debatoni ju? Pa diskutim. Diskutojmë Zdim gjëfare. Me njëri tjetrin. Ne këtej zdim gjëfare. Por që ti merrni vesh dhe ti dini këto gjëra, se kur mblidhet grupi parlamentar i Partisë Socialiste dhe ka një agjendë përcaktuar, apo kur mblidhet kryesia e Partisë Socialiste, apo asambleja që është forumi më i lartë i joni ndërmjet dy kongresave. Aty vetëm Rama u zotë. Ku debatoni ju? Po do të jesh antar i asaj partie që ti ngjesh. Do të bësh më antar të PS-s. Jo, nuk bëj dot. Unë nuk po të bëj dot antar të PS-s. Po tani ju kërkoni si është Partia Socialiste nga brenda. Jo, fillon fjalimi Rama, mbaron mbledhja. Po sepse për te atij fjalimit të kryeministit dhe kryetarit të partisë zotit Rama, mbledhjet tona zgjasin me nga 3-4 orë, po ka patur dhe mbledhje forumësh partisë tonë të kryesie që kemi ndërë dhe 8 orë. 8 orë, 7 orë flet Rama aty. Jo, dhe ti je i bindur që në këto mbledhje, përveç asaj që është publike, Rama flet më pak se të gjithë. Rama flet më pak se të gjithë? Rama flet më pak se gjithë, po ta garantoj këtë gjë. Të lutem. Pra, fletaj shumë sa ka filluar edhe vetë thotë se unë i mbaj fjalimin e gjatë. Që ta marrish vesh sepse si është grupi parlamentar dhe Partia Socialiste nga brenda, do të jesh aty ta kuptosh. Dhe po them ka diskutime dhe debate të nxehta për shumë nga ato kauza qytetare që janë artikuluar protestë. Iku zonja Koçeku, po zonja Spiropali çfarë mendimi keni? Zonja Spiropali jo më larg se dia po partie tha unë jam antare e Partisë Socialiste dhe deputete e Partisë Socialiste. Dhe nuk i thë. Dhe kam kontributet e mia në këtë parti dhe është kolege e jona deputete në unison me majorancën dhe për te dallimeve apo qëndrimeve politike në fund të ditës përkatësia në atë sallë parlamenti përcaktohet te vota.